Po e filloj nëse është në gen, do me thëmë, baba im dhe një pjesë e kushurimve të fëmijë dhe xhaxhait tim kanë mësuar ose kanë studiuar pedagogji. Dhe në fakt nuk është se kisha menduar pikërisht që tisha në fushën e pedagogjisë, por kështu ndodhi dhe erdhën situatat dhe unë u gjenda pikërisht në vitin 2000, mbasi kisha përfunduar fakultetin e infermierisë dhe kisha punuar disa vite në pediatri. Kthehem ishte e njohur me pjesën pediatrike, me fëmijët, me... Po, isha bërë nën, kisha 2-3 fëmijë, kishin ardhur në jetë, ndërkohë që në vitin 2000 ne kthehemi sërish nga Gjermania dhe filloj punë në qendrën kombëtare të zhvillimit që tani është qendër kombëtare, po në ato vite ka qenë spital distrofik, ku trajtoheshin fëmijë me probleme të keq ushqyerjes. Dhe ndodh që në atë kohë ishte ofruar një organizat gjermanisht folse e Zvicrës dhe ofronte trajnime që këta fëmijë përveç keq ushqyerjes të merrnin edhe terapi zhvillimi apo terapi loje që do t'i ndihmonte ata në zhvillimin e tyre.